në ajet ka thënë Allahu inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, do të thënë Allahu i fal të gjitha mëkatet. Nuk ka ndonjë mëkat që nëse njeriu pendohet me teube të sinqertë, ashtu siç ka urdhëruar Allahu, që mos i pranohet teubeja. Edhe për të qenë teubja e pranuar ose e sinqertë, duhet patjetër të plotësoj 3 kushte. Kushti i parë është që njeriu ta ndërpres mëkatin, do të thënë ta lër mëkatin, jo duke bërë mëkatin me thonë se pendohet, por të largohet prej mëkatit. Ky është kushti i parë. Kushti i dytë është që të ndjej keqardhje për atë që e ka bën. Nëse ka qenë mangësim, diçka të ndjej keqardhje për shkak se nuk e ka fal namazin ose se ka agjëru Ramazanin e kështu me radhë, ose po të ketë bën diçka, do të thonë sikur zina ose të ngjajshme, të ndjej keqardhje për atë që ka kalu. Edhe kushti i tretë që të jetë i vendosur që mos i kthehet më mëkatit. Nëse i plotson këto 3 kushte, atëherë teubja është teubja e sinqertë. Ashtu si ka thënë Allahu ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, do thotë ju që keni besu, thonë besimtar, pendohuni tek Allahu me teube të vërtetë. E teubja e vërtetë është ajo, pra largim prej mëkatit, keqardhje për atë që ka kalu, edhe vendosje që mos ta përsërisë.